historia e fundit e historia e Irelës. Tash Irela, më fal që bëjmë kaq që drejt për drejt, por kur sidomos kishim edhe një histori tjetër që ajo u tërhoq, por ishin histori tragjike. Po marr edhe histori, edhe historia e Ledjas, mënyra se si ndodhi. Kurse historia jote ishte një histori më se fjala ordinary në shqip. Zakonshme. Më e zakonshme. Më natyrale. Babain e humbe 75 vjeç. Po. I këndej një afër gjithkohës. Po, pata këtë mundësi që ti shërbeja shumë. Po, patë mundësi që ti. Po. Dhe edhe motra jote që unë e njoh, kaloi të humbë të njëjtin baba, por motra tha pikërisht du të flasi Isena tha, jo unë. Irela. Për Irena, më fal. Jo unë tha për humbin e babait, sepse përjetimi i saj ka qenë shumë i veçantë. Më fol pak, sa vjeç ishe kur humbe papin? Unë isha 35 vjeç. 35 vjeç. Babi ishte 75. 75. Nuk ishte një vdekje e papritur. Do të thënë, të gjitha këto që po them tani kam thënë dhe atëherë, jo vetëm tani që jam qetësuar dhe e kam elaboruar dhe përpunuar. Pjesa racionale ishte që e pata 35 vjet, ka të tjerë që e kanë humbur dhe shoqet të mia më herët. Babi ka pasur gjithmonë probleme shëndetësore, po jo gjëra terminale që e ke më afër vdekjen dhe ecën drejt saj. Ka pasur disa smundje kronike, le të themi, jo operuar dhe disa herë, dhe gjithmonë ka qenë ajo që ecnim, si të themi, një terren me mina, ose si ai litari ku ecën ekuilibrisht, si sa i rregulloi një parametër, i prishte parametri tjetër jetësor, etj. Kështu që nuk isha as e paprgatitur totalisht, që të më vinte si rufe që të hapur. Kisha dëgjuar që dëgjojmë plot histori që vdesin dhe më të rinj. Isha shumë racionale, por dhimbja që ti përjeton ato momente dhe për shumë kohë nuk ka lidhje me moshën. Dhe sa herë që më pyetën sa vjeç vdiq babi, që më thosha 75 dhe i paraprija duke i thënë 75 o për prindërit nuk ka moshë. Sepse nuk doja ta dëgjoj atë reagimin që ka dhe më keq, për shembull, mbledh dhe veten. Është babi, është babi dhe një babke dhe një babake jetuar. Nuk e humbur shumë baballar që të kesh ta relativizosh dhimbjen. Kështu që unë e kuptoj që dhimbja është relative krahasuar me të tjerë, sidomos në rastet që dëgjuam sot këtu, por për veten tënde dhimbja është absolute me të unë. Është në maksimumin e saj, për mua ishte humbja e parë e një njeriu aq të afër, dhe ishte edhe njeriu me të cilin isha më shumë e lidhur në jetë. Domethënë, kisha një simbiozë me të që në fëmijëri, e cila gjatë viteve të fundit, nga që u bë dhe më shumë vulnerabël dhe kishte edhe më shumë nevojë për ndihmë dhe më shumë nevojë për vëmendje, u bë gati dhe patologjike, do thoja, në sensin isha shumë e varur që të dija që ai ishte mirë. Ai ishte edhe shumë i varur për meje, sepse unë kisha më shumë mundësi se sa motra, duke qenë profesioniste e lirë, nuk kisha këto kufizimet orari 8-5. Ti arkitekte, po? Po, unë jam arkitekte. Kështu që megjithatë, përveç fatit që isha përgatitur, deri diku me përgatitur se të tjerët, sekreti, po themi, i imi që thuhet sekret, mua më ka ndihmuar shumë psikoterapia. Vendosa me vetdije të plot që unë do ta shijoj dhe do ta përballoj çdo fazë të dhimbjes, jo se jam njëria që fort mendoj unë, po sepse thosha, nëse do jem në rrugën e depresionit, psikoterapista do e kuptoj dhe do më ndihmoj. Nuk isha frikën që po të më dhimbte shumë, do ishte patjetër depresion. Kisha edhe një avantazh tjetër, që se çuditërisht gjërat kthehen në avantazh, ato që dikur kanë qenë disa avantazhe. Kisha kaluar një fazë depresive 10 vjet më përpara dhe atak paniku. Kisha bërë psikoterapi pak kohë, dhe kisha filluar ta kuptoja dhe veten time dhe mekanizmat e dhimbjes. Kisha filluar ta trajtoja që atëherë frikën e humbjes së babit, sepse jam rritur me frikën e humbjes së babit. Kështu që isha praka shumë goxha e përgatitur për ta lëshuar veten që të qaja sa të doja, të ika në Varreza sa të doja. Shkoj shpesh në Varreza. 2 herë në javë vitin e parë. Kam një pyetje që ndoshta vlen dhe për ty, por që më fal që po të ndërpreste Varreza, sa që detaj që kam dashur gjithmonë ta diskutoj. A jeni mërzitur dhe juve që kur bëhej varri mbas një viti? Pra mua më ka pëlqyer shumë ai momenti i varrit të parë, që mbilli ca lule, vendosi ca gjëra, kishte një gjë. Për mua nuk e di, ka pas një gjë shumë emocionale. Ne nuk e kemi varrin. Se keni. Unë ndoshta që varrin do ta dizenjoja, i ndosha punimet. Në kokën e varrit i kemi marrë një gur nga Nivic Bubari, nga babim kishte origjinën. Babim ishte gjeolog me profesion, profesor doktor.
i dashuruar me punën, me malet, me gurët. Shkova në Sarand, në një vizë Buvari, vendimën e xhaxhait, çuin xhaxhait, mora një gurë të madh, e latoj vëndu ku do vjeshin gërmat e babit edhe kornizën njipi i babit, që është gurgëdhëndës, shumë i talentuar. E soa në Tiranë, e kisha bërë shumë të lartë, e qëva diku, po flasim për një pesh 200-300 kg, duhej mini vinç për të bërë gjithë të gjëra. Qa të jep të ajo? Fakti që ti solle një gurë 200 kg që atë jep, qa e solle? Doja t'i sjell një copë mali dhe një copë vendlindje babit aty në varë, se babi ishte larguar shumë herët nga Nivica dhe vuan të këtë pjesën që ishte shkëputur nga vendlindja ati. E dyta, doja domosdoshmërisht të ndjeja, të ta kuptoja, ta perceptoja sa më shpejt që ai ka ikur. Unë këtë pjesë kur kishte momente që harroja që ka vdekur, se në psikoterapi do mësosha dhe ta thosha vdekur, ka vdekur. Në më thonë, nuk ekziston në psikoterapi sinonimi. Unë e thosha, po psikoterapista ma vinte, jo sinonime, thoshte të fjallës vdekje. Ka vdekur, s'ka ndonjë gjë, thoshte ka vdekur. Kështu që unë, për shumë, kur kishte momente që më vinte ta merja në telefon, shqetësohesha. Thosha, po, fillova ta mohoj që ka vdekur. Fillova ta harroj që ka vdekur. Nuk doja ta harroja që kishte vdekur. Doja ta shikoja dhimbjen në sy në të gjitha somaturat e saj, atë që nuk kisha bërë për shumë vite në jetën time, që nuk më kishte vdekur askush, faktikisht, po për gjithë traumat që më të kisha kaluar. Dhe doja ta shijoja, ta përjetoja dhe të arrija në atë që arrita, që ti mund të dalësh edhe ku e shikon dhimbjen. Mbajtë edhe të zeza për një kohë të gjatë? Unë kam mbatur të zeza, 6 muaj ishin vetëm të zeza. Doja të kaluja në diçka më të celur si bluja e errët, ose kafe e errët, ose gria, nuk e bëja dot. Thosha, pse do ta bëj? Shiko, nuk është zgjedhje, unë e kam kuptuar kur më ndodhi mua, nuk është zgjedhje e zeza, realisht nuk është si detyrim, po të vjen vetë. E shijoja pa fund. E shijon. Atë gjë. Pra se edhe ngjyrat janë pjesë e komunikimit, ka psikologji ngjyrash, ti nuk do të komunikosh, siç ishte për shembull dhe muzika, unë dëgjoj gjithmonë për shembull elektro ose muzikë klasike, asnjë gjë me tekst. Më bezdisë çdo lloj teksti. Unë asgjë me tekst, po melodi melankolike. Ju më pëlqen edhe elektro shumë. House, më pëlqen një kështu që mos mendoja fare dhe më çonte kështu si një lloj gjendje tranci, ose ishte klasikja. Po kjo e të zezave në fakt se ne kemi parajgjykuar pse ve për çast. Po të vjen vetë ajo, të vjen vetë mos lyesh shumë, të vjen. Ishin dy gjëra që ndeja. Një ishte që shatë pes, në përshfundi botës, babi, ka dhe më keq, sikur nuk e dija. Logjika e dinte, iracionalja është tjetër gjë. Dhe tjetër gjë që ndeja pak gjykim ishte kjo pjesa që se amande ti me këto të zeza. Amande ti me këto të zeza. U thosha, po unë jam mirë ndërkohë që i vesh. Unë nuk jam keq. Unë vazhdoja shkoja në punë. Më vite për çfarë shkoja në banjo, ose më vite për çfarë më lëshonin calot aty në kompjuter, nuk është se unë vija kuje në zyrë, po kur më vinte për çfarë do qaja. Mezi prisa të hape një bisedë baballarësh ose kujtime familje, që të kisha dhënë një histori për të treguar për babën. Ti bërë edhe një ditar elektronik në Facebook, po. Kam bërë ditar elektronik, e kam në Word, e mbaj në një USB, se nga këto e kërimet, them, jam e marrë, jam humb laptop, ja viruset, është shumë personal. E bërë vetë apo ta sugjeroj psikoterapi? Jo, vetë. Madje në që jemi sinqert, nuk e dija dhe kam thënë psikoterapistës të gjë. Nuk e mbaj mend. Sa ne the neve, publikisht. Ja, pra. Ja duhet ja kem thënë se unë asaj thosha gjithçka, vetëm po të kem harruar nga ngarkesa, jo për ta marrë të fshehur, po thoja aq shumë gjëra sa nuk e dija, ja kam thënë këtë pjesë. Është mirë që se ma mend. Më pëlqen, që ndoshta e ke thënë dhe se ma mend, domethënë edhe kjo pjesa e terapisë është zbehur. Po. Më duket si shenjë mirë që se ma mend. Aty kam fotografuar, nuk ka shumë të shkruara, si që ka postime në Facebook, në ditat të caktuara që unë kam shkruar më gjatë për babin, dhe kanë që gjithmonë publikime public, sepse të shambas të ka të tjerë që si kam friends, që mund të gjithë, dhe më kanë shkruar shpesh njërës që nuk i kam friends, më kanë shkruar të që ua lexova statuset e tua, ose dikush që i ka referuar lexoj që i ka ndodhur diçka i ka ndodhur lexoj statuset e filanes, sepse unë vetë doja, kisha dhe frikën tjetër që kur lexosh statuset e mia, thosha nuk doja të perceptoj një njerëz që i është nënshtruar dhimbjes. Thjesht kam zgjedhur që ta përjetoj në gjithë dimensionet e saj. Të zezat kanë filluar të heq shumë ngadalë, po doja të gjej një motiv. Do të thonë, ishte ditëlindja e nipit të madh në tetor, babi sa kishte për 6 muaj, thash okay, e kisha 3 javë që e mendoja, për ditëlindjen e Aiselit, okay.
mbas se filloj të vesh blu. Do të thënë, e përpunoj. Po jo se vja për detyrë vetes, mbas edhe vesh blu. E dija që po mos e visha atë blun, që të kaloja nga zeza në blu për ditëlindjen e Aiselit, do të prisja një event tjetër. Nuk e bëja dot në mënyrë të natyrshme që erdhi momenti që ti heq. E trashëguar pak nga mamaja ime si dropullite, vanistriote, ku zia është pllakos shumë keq në ato treva, nuk më bënte edhe kaq përshtypje dhe nuk më duket edhe kaq tragjike. E marrin seriozisht në dropull, domethënë e zgjasin shumë? Zin? Se seriozisht tash vdekja merret, po. Tezet e mamit tim, gjyshja ime, vetë mami im, unë i mbajmë vetëm me zeza. Kujat e tyre në Varreza ku shka me pushime në fshat dhe dëgjoheshin, nga rruga ku kaloja, kujën e gjyshes time në greqisht, të qarën vajnë e saj, llahtarisës. Kur martua çuni i dajas mamit, i një daja që kishte vdekur 40 e pak vjeç dhe kishte rënë 3 jetima. Dhe njëri prej fëmijëve të tij më në fund nuk dija do bëje dasëm, se kishte 20 vjeç kishte pllakosur zia. A gjatë? Po. Kur ishte martuar ai, unë mbaj mend gjyshen time, që e kishte nip, dhe ishte djali i vllajt, i ran të fikët në kishën e fshatit nga fati që u thye zia. Në dropull i nisin dasmat me vaj. Ka një këngë, një melodi vaj, domethënë kujton njërë të vdekurit para se të filloj dasma, dhe pastaj fillon ahengu. Aq të theksuar e kanë. Kurse për mua veshja në të zezë nuk ishte një gjë kaq maktioze. Unë doja ta shijoja dhe kështu për ditëlindjen e burrit vura rimel për herë të parë. Për ditëlindjen time vesha një bluzë që kishte edhe 2 viza të bardha, që kishte bërë 1 vit e 2 muaj babi që kishte ikur. Dhe kur fillova të heq çdo orë avash dhe nga të qenë kaq e zezë dhe kaq me gri dhe me blu, mbaj mend që tash do filloj të vesh të bardha. E bardha nuk është ngjyrë tash. Jam mirë dhe me bardhë zi. Vesha dhe pastaj bardhë zi, pastaj kalova në një veshje normale. Jam kurioze, marrëdhënia me ti je vajza vogël? Unë jam vajza e vogël, kam dhe një vajzë që i kam vënë emrin Iraklea, si babi im, që quhej Irakli. Iraklea erdhi 3 vjet pas se babi vdiq, e pritur për disa kohësh për nesh. Po marrëdhënia jam kurioze me mamin, si ishte këto kohë? Si ka qenë, domethënë, edhe mbas ikjes së babit edhe me motrën? Sepse shoh që ti ke një lidhje përderisa e ke kaluar dhe emrin, se dhe kjo shpjegohet edhe psikologjik kur i vë emrin e fëmijës, emrin e babait, pra i jep dëshira për të zgjatur. Po. Po si ka qenë marrëdhënia? Marrëdhënia me mamën dhe motrën e kam shumë të mirë, por kur ka qenë babi gjallë, kisha një debulesë shumë të theksuar për të, dhe mamin e ka falendëroj gjithmonë për fatin që nuk ka shpërua asnjë xhelozi për këtë pjesë. Përkundrazi ma shprehte që unë të kuptoj shumë mirë, sepse unë kam pasur të njëjtën gjë me babain tim. Dhe unë kur kam parë tragjedinë e Elektrës, teatrin, kam thënë, ua, nga historitë që kisha dëgjuar për marrëdhënien e mamit tim me gjyshin, se nuk e kam parë, se kam qenë shumë e vogël kur ka vdekur gjyshi. Thosha, tamam sindroma e Elektrës, dhe mami im quhet Elektra ndër të tjera. Edhe thoshin që ta ka taksur dhe emrin babai aq shumë e lidhur sa ishte ajo me babain. Ti kanë fjalën mbas humbjes së babait. Mbas humbjes së babit. Si u pozicionuat edhe familja tjetër në raport me? Ne ishim shumë të lidhura dhe vazhdojmë të jemi shumë të lidhura, po unë kam bërë një shkëputje pak nga përditshmëria, po jo se ka lidhje me humbjen e babit. Kur dedikova babit për shumë vite me ato shkëputje, 2 muaj në spital, 3 javë në spital, e lija punën, rikthesha prap, nuk arrita kur të fokusosha 100% të puna. Dhe kam bërë me shumë dëshira të gjitha do të ribëja dhe 2000 herë të tjera. Në momentin që vdiq babi, thash, mbas është momenti që unë këtë pjesën e qetë profesioniste e lirë tani t'i dedikohem. Mami është mirë, motra është mirë, nipat janë mirë, dhe unë nuk kam se tim gjithkohë në këtë pritje që diçka do ndodhi. Edhe ajo pritje që diçka do ndodhi, të kufizon shumë gjëra të tjera në jetë. Nuk arrin të performosh mirë, dhe pse të duket vetja që po performon mirë, në fakt diçka nuk e jep mjaftueshëm. Kështu që e vuaj pak që me mamën nuk rri dot gjatë siç kam ndodhur me babin, me motrën nuk e shoh dot shumë siç kam shikoja babin, e vuaj këtë gjë, kam ndjenja faj, po pastaj them, basta e meritoj pak, sepse e mori të gjithën babi dhe atë pjesën që mbasi i takonte ta merrte tani këtë kohën të rria me mamën dhe me motrën. Megjithatë mund të them që tani për janar 2025 unë kam filluar të marr disa masa në punë, që të arrin në pikën që të kaloj shumë kohë me mamën, se më merr madhe shumë për mamin, e shoh pak, shumë pak, dhe kam dhe ndjenja faj për të, sepse nuk po bëj aq sa ç'bëja për babin, me parimin që mami është mirë, domethënë, po unë e di shumë mirë që nuk do jetë gjithmonë kështu.
Kështu që racionale ime e di këtë pjesë, por prapë them, ja dhe pak, ja dhe të vëdhe ca gjëra të tjera në vit, të rikuperoj pak ato që babi nuk arrita do t'i bëja. Psikoterapia ka ndihmuar shumë, Irene, duket edhe nëpërmjet edhe mënyra se si shprehet her pas here, sheh që vjen nga një dialog shumë i gjatë në kolltukun e terapistit. Dhe i dhimbshëm, shumë. Dhe i dhimbshëm. Psikoterapia është shumë e dhimbshme. Pyes pak pse kishe frikë ta humbje babin edhe pa e humbur, se the pak fillim. Është shumë interesante. Babi im nuk e di pse jam rritur, e mbaj mend që do kur më mbante kaliçaf, mami më thoshte që zbrit tani solot babi se babi është me zemër. Ishte një stur me zemër, kishte një valvul mitrale, kishte një stenoz në valvul mitrale që 33 vjeç. Diku skatenua një mekanizëm mbrojtës ndaj babit që kur isha fëmijë. Pastaj babi ikte me shërbime si gjeolog, ikte edhe në Itali, ku ka qenë motra e vogël, unë s'kisha lindur akoma, babi ka ikur 2 vjet e gjysmë në Itali për doktoraturë dhe kur ishte në Shqipëri, ishte në Shqipëri si gjeolog. Edhe kjo pjesa e frikës që e braktisjes, e lënjes, edhe të ndodhte ndonjë gjë andej, u rrita me këtë gjë, e kuptoja që ishte një skem jo normale, por nuk duhet ta trajtoja. Dhe mbaj mend që pasi ka vdekur babi, kam qarë qaja shumë, po qaja shumë më pak nga të qaja kur ishte gjallë. Edhe kam pyetur psikoterapistën atër, mos ka mundësi që unë babin e qaj, po kam qarë shumë kur ishte gjallë. Kur ishte në spital, një ishte një tmerr i vërtet mureve dhe skutave të spitalit se çfarë ndodhte me qarat e mia. Po dhe kur ishte mirë në shtëpi, Ishte frikë. kishte ditë të saktuar që më hypte një fantazi se si do ishte jeta ime pa babin dhe një qaj pa fund. Tash si ka mundësi dhe ajo pastaj më shpjegoi që atëherë kishte të thjeshtë të mishëroje vdekjen e babit në të ardhmen, sepse kishte kaluar babi dhe disa smundje, operacione, kishte shkuar her pas here në prag të vdekjes. Nuk ishte një jetë kaq e thjeshtë për shëndetin e tij. Ajo më shpjegoi që kur e imagjinoje babin të vdekur, nuk ishte mekanizma mbrojtës. Kur babi vdiq, filloi të ndërtosh mekanizma mbrojtës. Dhe prandaj ndoshta Mund t'ja krijon dhe më shumë frikë kur është diçka që ne parashikojmë se mund të ndodhë, sesa kur ndodh në të vërtetë, përballja e vërtetë me të. Dhe kjo frika për vdekjen e të afërmve është shumë e zakonshme para se të ndodhë. Domethënë është shumë e përhapur. Edhe është një nga gjërat që e sjellin njerëzit në terapi. Domethënë dhe ti punon mbi këtë frikë. Ka shumë arsye pse ndodh, më ti the pak më herët që do thonë të mami zbrit se babi vua nga zemra, nuk e di se si e ke përjetuar atë moment, se si të shpjeguar pjesa e vdekjes, pra edhe procesit ose nëse e përballur dhe më herët. Se kjo është edhe një gjë që duhet ta bëjmë kulturë në shtëpitë tona, të flitet për vdekjen, të shpjegohet fëmijës. Është vërtet. Unë do bëj ndoshta pak vetë zbulim. Unë qaja, domethënë kur isha fëmijë, qaja se shikoja të tjerë që qanin. Dhe më dukej diçka, më imitoja sjelljen e tjerëve, por nuk më flitej që kjo është një vdekje, domethënë kështu ndodh. Ta shpjegoj në mënyrën sa ne dim për vdekjen dhe çfarë ndodh më pas. Por është shumë e rëndësishme se fëmia si krijon frikra. Frikra të krijojnë ankthe dhe më pas ti krijon mendime irracionale mbi atë që mund të ndodh. Për këtë është shumë e rëndësishme dhe palteje po e hapim pak edhe këtë pjesën e temës së humbjes para se të ndodh, që njerëzit i friksohen. Unë do doja të kisha edhe do të bëj një falënderim publik se e kam thënë ndonjëherë kur të dalë në televizor do ta bëj se s'bën këtë gjë. Do të falenderoj publikisht mjekët që kanë ndjekur babin tim, sepse më kanë ndihmuar shumë ndjesia që ne ja kemi bërë Ismetin dhe i gjetëm mjekët më të mirë dhe ata e trajtuan. Ata janë profesor Mihal Tasa dhe profesoresh Margarita Resuli Gjata, që kanë bërë art me problematikat e babit tim, kanë kaluar për te mjekësisë dhe i falenderoj që një familjare si unë, kërkuese, detajiste, sa e ka këtë parametër sot, sa e ka nesër, çfarë kurë do t'i bëni sot, pse po heqni këtë kurën sot, kontrolloja dhe ato serumet ato që ishin sipas kartelës. Ata na kanë suportuar shumë, na kanë ndihmuar shumë, e kanë kuruar babin në mënyrë brillante dhe se nëse do kishte ndodhur ndryshe, unë mendoj që dhe unë vetë Po, të ka ndihmuar edhe kjo pjesa që si thua e përcolli dhe i bëre Ismetin. Unë Irena se neve mund të dëgjojmë gjithkohës dhe e dikush është ka dhe diçka ky program që zgjat sepse ose ka dhimbje ose ka kaq shumë pasion sepse janë historitë e gjithë secilit dhe secili do të shprehet pafund, por ndërkohë besoj që ne kemi marrë si thua edhe thelbin edhe kemi marrë mësime nga gjithë secili, për shembull se si e ndihmoi Irenën e ndihmoi shumë terapia,
se si kuptuam edhe nëpërmjet Ledia se si një humbje përjetohet ndryshe nga një humbje tjetër, dhe kur e mendoj që sado humbja tjetër mund të jetë shokuese dhe e pa imagjinueshme për shumë të tjerë, fakti që erdhi më një herë mbas një vdekje është tjetër përballje. Genta pastaj na mësoi edhe transformimin dhe faljen dhe mirëkuptimin. Pra ajo çfarë shokoi dhe e ndihmoi që të kalonte në depresion në lloj mënyre në fillimet e veta, qoftë martesa e babit, qoftë edhe fisi, pastaj kaloi që ti mirëkuptonte. Gjithashtu pam dhe një forcë jashtëzakonshme të mamas së Martinit që është tashmë, si thua, është në periudhën e zi, sepse historitë tjera kanë kaluar prej kohësh. Ka më të freskët. Por siç tha, Ledia më duket se the këtë pjesën e dhimbjes që koha nuk shëron dhimbjen, ne jetojmë me këtë. Besoj që në fund të ditës ajo çfarë mësoi edhe Irena në terapi dhe çfarë kemi kuptuar tu është që të mos kemi turp nga dhimbja, mos kemi turp nga humbja, le të shkojmë deri në fund dhimbjes. Gjithë atyre ditëve dhe them që sido që t'jetë zakone të qoftë fetare apo rituale të çdo lloji feje apo spiritual, çdo lloj spiritualiste ka një fazë, edhe ajo faza është në të gjithë fe dhe kulturat e mundshme. Është një fazë që kalon me një javë apo një muaj çrënd si ka, po është një fazë shumë natyrale e dhimbjes, e zis, që duhet kalojmë në këtë zi për të arritur pastaj deri tek pranimi dhe ajo tjetra që më ngelin dhe nga vetë nga libri që e përmenda në fillim, është fakti që vdekja ekziston 100% e sigurt. 100% e sigurt që kjo nuk e di që do ndodh me studio, por e dim që ne s'do jemi një ditë. 100% e sigurt që s'do jemi, nuk do shohim dhe nuk do na shohin. Është si hija jonë çdo moment, po ne kërkojmë që përmes punës, përmes gjërave të jashtme kërkojmë ta mbulojmë, por është aty. Jo, është aty. Sa më shumë ne pranojmë, më shumë përfitojmë prej saj. Që ta jetojmë. Është motivim edhe për punën. Pse ne krijojmë? Është një pyetje që mund t'ja bëjmë vetes, pse krijojmë? Pse duam të lëm diçka? Pse atë që humbim e kemi të rëndësishëm, kemi nevojë ta kemi prezente, t'ja japim jetën përmes emrave, përmes kujtimeve, përmes bisedave. Do të thënë, është aty sepse ne vetë përmes humbjes përballemi me vdekjen tonë. Nuk është se është kjo ajo që zbulohet edhe që duhet ta pranojmë një gjë tjetër e vdekjes. Pra nuk është edhe personi tjetër që ikën, po ikim ne bashkë me të, një pjesë e jona ikën bashkë me të dhe na përball me vdekjen. Dhe ne aty fillojmë marrim edhe disa njerëz marrin energji, edhe e shikojnë jetën ndryshe, disa njerëz e kanë më të nevojshme kohën ta përpunojnë me kohën e tyre. Por secili në mënyrat e veta është rëndësishme të përfitojmë, edhe të përfitojmë prej kësaj. Vdekja është aty që le ta jetojmë jetën, edhe unë doja ta mbyllja me një shprehje të një psikologu dhe një kërkues për temën e zis, quhej Robert Neymeyer, që thotë që edhe pse vdekja mund të mbyll një jetë, nuk mbyll dot një marrëdhënie. Edhe më pëlqeu shumë, sepse lidhja me dashurit tanë, thotë, vazhdon dhe ky quhet kujtim. Kështu do të jetojmë gjithmonë me ata, ju do të jetoni me kujtimet e të afërm me mikeshave apo familjes tuaj, të gjithë ne, unë vazhdoj jetoj mbas 20 vitesh, s'ke ç'a të bësh, e rëndësishme është që të ecësh dhe të jetosh, deri aq sa Zoti ka dhënë në këtë tokë. Ju falenderoj shumë edhe do shihemi episodin tjetër. Andale!